Faleminderit shumë nderuar. Respekt, faleminderit shumë. Me sa kemi informacion, pra informacion të fundit të cilat na vinë në këto momente, thojnë se është anuluar konferenca e zonjës Trëndafilova, për në fakt deri në këtë moment asgjë nuk është e konfirmuar. Këto janë vetëm informacion të para, ajo që dua ta diskutoj me juve, zotëri Shala, është fakti se çka pastaj. Dëgjoni, për mu çdo vizitë e Trëndafilovës këtu është provokim për shqiptarët këtu. Shumë si provokim? Absolut provokim, sepse mos harroni, kjo e ka një nga deklarimet më skandaloze, përveç tjerash, përveç simbolikon që e barë mbrapa, deklarimi i saj që krerët e UÇK-s, atje që i kemi në Hagë, ka mundësi me u dënua dhe me burgim përjetshëm, kjo është, qëllimet e saj janë malicioze. Edhe për mu, çdo vizitë e saj në Kosovë, nga njëra anë është provokim për ata që e ndjejnë edhe e kanë pasur në kurriz peshën e luftës. Po ashtu një lloj matje pulsit. Edhe nga ana tjetër, pikërisht, kret kjo përpjekja e zonës Trëndafilova e ka veç një qëllim. Qëllimi i saj është me ja përmirësue imazhin gjykatës speciale. Aty në fund ditës ju intereson edhe cili është perceptimi i popullit, edhe a pranohet si e popullit çdo verdikt që e ndjer kjo gjykatë. Unë e kam thonë në këtë studio, në studio tjera, para se me nis arrestimi i krerëve të luftës UÇK-s nga Shimsaqe këne, edhe para ti Calin edhe Ujkun, gjykata speciale ka bërë sondazhe këto. Edhe sondazhet kanë qenë me pyetjen se sa prej shqiptarëve në Kosovë i gëzohen ose i idhërohen dënimit eventual të krerëve të luftës. Shifra ka qenë mbi 7% që janë pro edhe i gëzohen dënimit të krerëve të luftës. Qysh erdhën deri te kjo shifër? Ka një klimë, qysh kemi atë shifra. Po, zonja Elena, shumë mirë që ndërhyre në këtë moment, për ndryshe, vetëm pak proof, për ndryshe pjesë e këtij panelit të diskutimit, do tjetë edhe zonja Elena Uka, dhe gjithashtu Faton Mehmeti, kolegu jo gazetar. Përshëndetje zonja Elena, të rënjash zakonisht bukur kapela, do të rikthehemi prapë te kjo. Qëre, këtu o bojnë investimi gjatë, na kemi thonë disa herë, po duhet me u përserit. Ky investim për me stigmatizu që kënë, ose disa komplekse do shqiptarëve për me retushue historinë, me që në kohën kryesorit historisë tonë, në kohën e luftës, kanë qenë jashtë ati asaj arenet lavdgjishme të historisë tonë, janë munduar në forma tilla. Pra, dikuj pengon suksesi UÇK-s dhe duke mos e pasur e dëmton atë sukses? Pra, edhe komplekset e veta në raport me të kaluamën. Kjo e ka bërë që ndaj UÇK-s më organizuar një fushat sistematike, stigmatizuese dhe në fakt, natyrisht për gjithë ata që na shohin këto momente, dhe me të drejtë mbas e pyesim pse ky reagim nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Dhe Elena, në fakt, a ishte momenti i duhur që Trëndafilova të vinte këtu, sepse në fakt ju si aktiviste, Azdreni dhe shumë njerëz që kontribuojnë shpesh në Kosova Today në këtë temë, kanë pasur me qindra pyetje për Trëndafilovën, e cila në fakt nuk ka dhënë asnjëherë përgjigje. Për çka vjen sot Trëndafilova këtu? Elen. Unë pak ma herët para një kohë, herën e parë kur ka tentu të vije dhe të mbaj konferencë kështu në mënyrë sekrete me diktate ndryshme, e kam parashtru një pyetje të një prokuror, ish prokuror, këtu në Suedi që tani është në pension. Sa e zakonshme është kjo në këtë shtëpi? Nëse unë jam thëja se njeri ju i ditur në këtë fush, si banori i Suedisë, ndoshta më ka ikë ndonjë detaj dhe nuk jam e informume, e kam pyet konkret disa herë dhe disa i kam pyet dikun deri 3 persona, se sa e zakonshme është kjo qasje në këtë mënyrë, se mu qasja më duket e çuditshme. E kemi tani Ward Ferdinand Duse, që e kishte postu një video në LinkedIn që Gendian Zimberi, që ka qenë pjesë e mbrojtjes së Ramush Haradinaj, që është profesor në Universitetin të Oslos, që i ka reagu se çfarë video a i paraqet prej 161 dëshmitarve. I përzgjedh 3 dëshmitar për me përqu narracionin e tyne. Fatkeqësisht unë jam veç një aktiviste që nuk kam oratorit mjaftueshme për të folur dhe tregur, po sikur të kishu mujt me i klonu një 7 Azdrena, edhe me personi i nuk e kam për lavdot, por e kam për popullin ton, për trashëgimin ton, që mu përqu ky narracion si që Azdreni e përshkruan dhe që është tamam në pikën se çfarë këta agjende neve na kanë përpunu. Është një ulëmtim i Integrës në 2017, po foli shpejt sepse publikun po du me informu. Ja kum dërgu dhe Azdrenit. Për çfarë arsye duhet ne
të bëjmë hulumtime se si e perceptojmë në gjykatën speciale, apo si e përjetojmë një dënim eventual të ushtrisë. Por zonja Ema, mendoni se kjo ka qenë një lloj parapërgatitje publikut për dënimet që do të vinë pastaj? Jo, parapërgatitje kemi bëu vetë. Janë dy subjekte politike që në veçanti janë kujdes për këtë. Sepse ky sondazh më duket prof, krejt në rregull. Po ky sondazh më duket më shumë i çuditshëm. Në qoftë se ti e mat në popull, disponimin për më arrestu dikon, atëherë ka tendencë, është kur na arrestuo tha që Veseli Regja dhe Jakupi, këtu në Kosovë ka pas një entuziazëm kështu bezdisës për mu, edhe këtë argumenti ka qenë, s'na intereson fare a kanë bo krime lufte, këta janë hajna që li me shkue. Pra, narracioni i Albin Kurtit, prej 2011 që janë a ishte kështu për Amush Haradinajn, dhe a ishte kështu për Fatmin Limajn, për ta krahasuar narracionin? Por kret, narracioni i Albin Kurtit e ka rrit një qëllim, e ka zhvesh ushtarin Çerkes. Sot, komandanti edhe ushtari të asocion hajnë edhe në kriminele, por shumë konë, kur përmendet ushtari Çerkes, imazhi i kriminalit edhe i hajnit për para i del. Ky investim o bo gjatë në Komandë Kosovës, pa përjashtim as një komandant, as një ushtar të njohur, madje ata më të thjeshtë se njohin fare, që i bjen investimi, narracioni ka zonë vend, dënimi çfarë do të qoftë, edhe pse për trafikim të organeve, edhe pse për krime lufta, këtë krime tjera, këtu në Kosovë i gëzorë se në ajo ne këto hajna kriminele. E në fakt, kjo ka qenë investimi më i tmerrshëm, që o bo nga një subjekt politik, e ka në vetëvendosja. Pse? Por në marrë pushtetin. E ka pushtetin. Sot ka me stigma. Sot operon gjykata speciale me bazë të gatshme. Nuk ka nevojë specialja fare me ndërsu imazhin. E kanë veç Albin Kurti. Hazar e ka bëu substratin, veç dënimi le të vjen shqiptarët i brorasin. Edhe kjo për keqardhje. Dhe kur jemi tek kjo, do të ndalem edhe tek kjo zonja Ema, automatikisht do të vi, por kur jemi tek ky moment do doja të di në qoftë se vizita e Trëndafilovës në këtë moment është e duhur apo jo dur sipas jush. Për ndryshe të gjithë ju që po na ndesni live në këto momente, në pjesën e djathtë të ekranit tuaj e keni një QR kod përmes të cilit mund të bëheni pjesë e sondazhit tonë me të njëjtën pyetje. Pra, vizita e Trëndafilovës në këtë moment, e dur apo jo e dur? Natyrisht po presim përgjigje e njerëzve që na shohin sepse duam ta e pa dur, por çka problemi? Me vazhdu në linjën e asaj. Unë e mendoj që shteti s'do të më prit këto. Shteti Kosovës, qeveria jonë, duhet me ja ndalu më art, po. Nuk ka asnjë arsye të vetme se ka marrë në Kosovë. Pa ka kriju shteti Kosovës. Po pse qesh Fatoni, se nuk di pse qesh. Dëgjoni, për ma tepër, jo vetëm që nuk e ndalon, po e akomodon. Ka pas edhe një protestë para prake ndaj kësaj zonje të Hotel Sirius se bëj reklam tash. Dhe në fakt janë arrestuar aktivistë të PSD-s, apo jo? Arrestuar shokët e mi aty në far aksioni. Edhe adi që ka qenë, mbrojtja ka qenë, se ku me qenë këtu Bill Clintoni, që si protokolli, që si pritje, që si organizimi që kanë bërë Bill Clintoni, ne kemi bon një personi që këtu vjen edhe shpif, urna? Nëse na e kena kriju gjykatën speciale, në kuvendin e Kosovës e kriju. Na kemi kriju qëka tjetër. Kemi kriju e gjykatë speciale me referenca perëndimore. Na ka përfundue me referenca ruso-kineze-serbe. Atje operohet me dëshmin të prokurorëve serb. E që kjo skandali. Dhe me që u përmend PSD-ja, Dardan Molliqaj është parë krah veteranëve të luftës së UÇK-s, pra dhe kësaj radhe i ka dalë në mbrojtje natyrisht kauzës për atë që ndodhi gjykatës speciale. Elena ke kërkuar fjalën, ndërkohë më pas dua të shkoj tek Fatoni se e shoh buzëqeshur teksa flitet tumba se me tone më të ashtra për gjykatën speciale dhe këtë vizitë. Elin? Atëherë, unë nuk i di pse Fatoni po qesh, por unë vetë dua t'ja u them nga ajo çka vëzhgoj unë këtu në Suedi. Nuk është e zakonshme që një presidente e një gjykate vjen me dhon konferencë nën diktatin dhe i udhëzon gazetarët, mediat tona që mos të vinë me kamera tyre, në ne, në ndë, nuk mund... Zonja Elena, jo, nuk po e kalojmë pikën e parë, se shumë mirë adresuat këtë pjesë. Pse ndodh një gjë e tillë sipas jush? Pra prania e gazetarëve, por pa kamera, pa mjete të rekordimit të gjithë shkaje që do ndodhte brenda. Jam duke hulumtu dhe dërgu pyetje në Parlamentin Evropian. Si njeri thjesht, unë s'kam pushtet. Por, prej 2020-ës dhe deri në 2025-ës, nuk ka transparencë me çfarë mjete financohet kjo gjykatë speciale. Prej 2016-ës dhe 2020-ën e kemi një vendim qartë që 150 milion janë ndo prej BE-s plus Norvegjisë dhe Zvicrës atë pjesën e tyre. Por prej 2020-ës dhe 2025-ës nuk ka transparencë me aq sa unë ku mujt me hulumtu. Tash unë jam njeri thjesht, por nuk ka vendime
ose si që mirën në Parlamentin Evropian me njëjtën procedurë si që ka shku 2016 dhe 2020. Kush e pagun këtë gjykat? Për çfarë arsye ka nevojë këta këtë PR? Pse ky narracion? Ai Ward Ferdinanduse, që është prokuror, ai duhet me qenë ai Gentian Zymberi që monton mrena 3 minutave, i thotë të qysh ti mundesh. Por zonja Uka, të lutem dëgjoj me kujdes, se nuk e di nëse dëgjove pyetjen. Pse mendon se në këtë moment zonja Trëndafilova ka dëshirë të takohet me gazetarët, por jo edhe me operatorët e mjeteve rekorduese, që janë kamerat e tjerë? Eksakt. Pse? Për çfarë arsye? Nëse nuk ka një farë agjendet më sheft këtu, një farë komploti shumë i madh. Ne nuk jemi po aq pa fuqishëm siç mendojmë. Po është shtetëri, po është demokraci e re, po ka probleme Kosova, po është e jonja e secilit njeri me mbrojt trashëgimin ton, me mbrojt to që kënë. Do doja në këtë moment të kaloj deri te Fatuni. Ly me refuzue çdo takim me to. Nëse pak njën patriot në atë shpirtin e tyne, po thomë, në ndjenjën e tyne kombëtare, nuk ishtë dash me shko fare të kjo konferencë. Lutem regjia, po. Redaksia Kosova Today-it provojmë të kontaktojmë gazetarën e cila ishte planifikuar të merrte pjesë në këtë konferencë. Kemi shumë rëndësi mbas edhe me telefon mund ta marrim nëse teknikisht nuk është e mundur në këtë moment, por duam ta dimë nëse telefonët janë lejuar, pra nëse jo kamerat e operatorëve në këtë rast, a janë lejuar gazetarët të hyjnë me telefon, sepse natyrisht shumë prej tyre veprojnë edhe përmes telefonëve. Ajo që dihet nga ekipet tona që janë në terren, Trëndafilova nuk ishte fare në hotelin në cilin ishte paralajmëruar konferenca. Kështu të paktën na thon, pra nuk është parë teksa ka hyrë, pritej të shkonte, po për shkak të natyrisht veteranëve u anulua gjithçka dhe veteranët ishin ata që festuan. Faton, me që tu përmend emri disa herë, fillimisht mirë se erdhe në këtë panel ftuar, se nuk të prezantuam fare. Buzëqeshja lidhej me një kundërshtim apo thjesht ishte spontane? Fillimisht përshëndetje panelit dhe gjithë shikues të televizionit Klan. Fillimisht do të kisha lutur që mos më ndërhyni me qenë se jam në distancë dhe nuk mund të shpreh mendimin tim nëse më ndërhyet shpesh dhe nuk mund të arrit ta përfundoj mendimin tim. Po lidhur me atë me Lehon, sepse gjithë kjo energji e panevojshme që është adresuar nga shoqatat e luftës, nga gazetarët, nga zdreni, nga gjithë ata që folën për Trëndafilovën, e cila realisht po e glorifikojmë denat mosa ku me ditë se me çfarë plani ka ardhur këto. Trëndafilova nuk ka aq pushtet sa ne po japim këto. Energjia jon, fokusi ynë Teta është. Jo fal teta, shumë po dëgjoj. Bashkëbisedim jemi Faton, te e di Kosova Today, kështu që mund vazhdoni të lutem. Me garantu që nuk ndërhyj konsulti hashamet. Mendimin tim. Po themi, në energjia jonë, fokusi ynë do të ishte në atë që gjykata speciale po bën ndaj krerëve të luftës atje, duke ju mohuar të drejtat elementare që i kanë ata, duke munduar me i akuzuar, me një akt akuz në 2 raste, që fokusi ynë më i madh dhe nderi më i madh që mund t'ju bënim të akuzuarve të luftës do të ishte të fokusohemi të këto, jo se amboni konferenca jo, çfarë lidhje ka le të mbaj konferenca. Faton, dua ta bëj një pyetje Faton. Ju si gazetar jeni që disa kohë që punoni si gazetar. Jena në Kosova Today këto shtëpia bojna punën, shysha bojna gjithë. Faton, kur është hera e fundit që ty tu ka kërku të jesh prezent me një konferencë apo bashkëbisedim si gazetar pa praninë e kolegut ton kamerman apo pa diktafon apo pa asnjë mjet rekordimi? Kronik, kjo është e Brenda Soza, sepse dua dalë diko tjetër. E mbon mend këtë? Po kjo është rëndësishme për kronik, çfarë lidhje ka? Sepse zotri Shala këtu tregoj për një opinion publik i cili përgatitet në forma të tilla. Zotri Shala, nëse ka mundësi me i repliku sepse po e di. Jo, unë Faton, s'po du më ndërprej, se e di çka më ndërprej në distancë, fort nervoz bona dhon. Veç ngom. Pajtona me ty, ka mundësi që Trëndafilova nuk ka pesh edhe jemi të glorifikue. Prezenca e saj me simbolikën mbrapa që vart ofendon, por mu njetë, sikur imazhi i kësaj zonë në Kosovë, sikur ma pru një poster Slobodan Miloševićit të njetë në Kosovë. Trëndafilova si Miloševićit. Pa tjetër, njetë i ofendon ushtar të luftës. Pra ndaj, pavarësisht peshës ose jo, prezenca e saj me simbolikën mbrapa është kriminale, i fyn veteran të luftës, i fyn kret ata që janë të lidhur me luftën.
Nuk po thonë që ka peshë. Pesha kryesore e dim që në Holland. Kjo zonjë këtu, me imazhin e saj, përfaqëson çaq sa ose ofendon, aq sa ofendon Slobodan Miloševići, pik. Edhe Faton. Gjëgja gjarë për du t'im shojmë kokë, jo si që ne kemi rënë lajtike. Edhe në kokë im shojmë. Kjo zoj këtu ofendon sa me arë silueta e Slobodanit. Kaq. Po i harrojmë ne të drejtat e tyre që po ju cënohen. Po i harrojmë... Po me kësojnë anaj edhe i shpalosën për të drejtat e tyre, nuk i di qka për tjerë, di ka qëto. Por Faton, ti thua në fakt që po merret më seriozisht që duhet prezenca e Trëndafilovës, por sa hapur ka qenë Trëndafilova ndaj shumë padrejtësive, shkeljeve e madje pyetjeve të thjeshta të gazetarëve. Më falë lutë, një minut, Jehon. Më do këse më tha Kroni ose kush e ngriti si shqetësim. A është krahasim i duar. Slobodanin këtë lufte, hojke ku të zomë ushtaru që kes lyp mi vra terroristat. Trëndafilova thot për këta njerëz duhet dënim përjetshëm. Rezultati është i njëjtë. Ku dallon diskursi? Pra, për mund prezenca e kësaj... E ka thënë publikisht to? Po, mundet me pas dënim përjetshëm. Po, se ka thënë se duhet të kishin. Jo, shumë let ka thonë këta djem... është hapur kapitull i ri në atë formë. Përjetshëm. Slobodani ka një bimra, që i vjen a fundi i jetës sine normale. Ku po shkojnë këta? Do të kthejmë tek Elena, sondazhin vazhdojmë ta mbajmë të hapur. Pra në këtë moment, a ishte e dur vizita e Trëndafilovës në Kosovë? E dur apo jo e dur janë alternativat për të përgjigjur? Natyrisht shoh se shumë prej jush jeni duke votuar deri në fund të këtij bloku. Elena? Po shiqa, kush është Trëndafilova? Kur të mersh me këshirë biografinë e sajna, a janë penzion nuk kanë? Dhe tashti, ne jetë duhet, sohert kemi që si skeptik si ky Fatoni, që janë nisu me tjerru që jo po fokusoni. Jo, Fatoni nuk o skeptik. Fatoni po do nuk o dakord me strategjinë. Në falë, Elen. Ase nuk e kuptoj, zonja Elen, që ka doshtë të thamë Fatoni. Ka të bëjë edhe distanca. Pa tjetër, zonja Elen, a vazhdojnë aty. Qab, she mu për ndërprejnë, unë e hitë nuk... Në regull, nuk e nërshë. Ku e kuptojnë ana padrejtësin ndaj neve, që është bo me një farë mirë organizimi, që 2 herë amushin e akuzojnë në Haga tje. 2 herë. Po del këtë tema s'kejt, o i zëmë. Po del këtë tema s'kejt të folë to. Po del të ramushi që s'ka lidhe heq me tema. Kjo është pjesa jeme. Ti nuk e gjëkanon e që a dalë të tema të s'dalë. Kroni dhe Jehona ma lejon me dalun e prej temes dalë. Unë nuk e di që ka përshikon ty. Del. Mirë. Elena, Faton. Kjo është fakt i rëndësishëm. Kjo është fakt i rëndësishëm me po, që i vetë minjeri që është gjykuar 2 herë, është Ramosh Haradinaj, në ICTY. Dhe këto e shohim ne, edhe pa fuqin ton, por edhe mos përgatitjen ton që shteti jon nuk është duke u organizuar, nuk është duke mbrojt vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk është duke angazhuar firma avokatesh ose hetuese, çka po bën kjo gjykot, ose kush pe financan, sepse unë me sa kam arrit, nuk shoh askund se ku është buxhetu. Zonja Elena, më leja të ndërhy pak. Keni plotësisht të drejtë në gjithë shka që po flesni. Por, neve na intereson pak një pik pak më ndryshe. Edhe këtu desha ta merë fokusin. Ju personalisht, po edhe profa Azdren këtu në studio, folët pak a shumë për një farë forme që shushtru rruga, o ngrit diskursi publik, për pastaj përmenar gjykata speciale. Dhe në këtë moment, mu po mdo këtë në bindjen time, shumë detaj interesant fakti që kjo zonja Trëndafilova dënë mu taku me gazetarët. Pa kamera, pse? Sepse, pikërisht, po shtroj si aludim, pas ta ju diskutoni. Sepse, ka mundësi që në base njëta të tentën të kryoj një klim në raport me këtë katërshën dhe pastaj të ketë më të lirë operimin. Cilë është mendimi juaj? Por veç kësa që po thu kërëm. A qëndron kjo që për të fillimisht? Edhe kjo për mu qëndron, por edhe kjo njësën shtesë du me shtu këtu. Ajo nuk dëshiron mu bo publike asë një konferencë, sepse aty shumë letë vjen dikur si Azdreni, ta bo një pyjtjet vend si klet, e kjo nuk ka hiq qef me pa shqiptarët e Kosovës, që kjo zonjë nuk ka përgjigje. Se ata që i gëzojnë dënimit krejve të luftos, mendojnë që kjo është e vërteta edhe fjala fundet e drejtësisë. E në fakt kjo është monstrumi i pa drejtësisë që na vjen Kosovë. E na e akomodojmë. Se edhe Nisan do të më vazhduhe. Atëherë, s'po i bie që të keqen totale kena prej mrenda, në fakt. Jo totale, po kryesore. Substratin, për me qenë e pranushme kjo zonjë,
që e përfaqëson një trup juridike ma të padrejt në histori drejtësisë, e kemi shtruar natë, narracioni i një parti politike për marrë pushtet, ajo e ka të gatshëm, nuk ka nevojë me investiue. Kjo veç vjen me mirëmbajtje. Këto pivujnë pasojat e egove për me hypë në pushtet në të kaluarën, kjo katërshe? Po, narracioni ty në mos harroni bre, akuzat e më publike. Ivica Dačić, ko i thot Dënia Gërvallës, ju i kini duart me gjak. Edhe i referot asaj aty, deklarimit saj që unë të deponoj padi kundër kreve të luftës. Pra, na kemi folë publikisht. Ti kje zyrtar qeverisë Kosovës që ka shkuar që në zemës Ministri Drejtësisë që ka thonë deklarim edhe operaqitës si viktim e aty në kreve të luftës në Hagë. Unë e pyeta në fakt, po. Zyrtare e Ministri Drejtësisë, jo zemës Ministre, zyrtare e nalt e Ministri Drejtësisë, ka shkuar aty operaqitës si viktim në Hagë. Okej, në fakt... Shqiltare e Albulena Agjiut është. Shqiltarja e Albulena Agjiut? Paraqitët si viktim në Hagë. Po, si viktim, si palë e dëmtume nga këta. Ajo ka po akuzën e din kretë. Mirë, në fakt, do të kthesh edhe njerë të këpytja që i drejtova dhe Gucatit, Elena, për faktin që Policia Kosovës në fakt nuk ishte e aftë për të siguruar mbarvajtjen e një procesi ku treshja që kështë kërkuar naturisht lirim të përkohshëm dhe lirim mbrojtjen e liri këtu në Kosovë, ta monitoronte gjithë procesin, pra të krijonte siguri dhe të mos prishej edhe ai rregullit që mund ta kishin në një rast që do të liroheshin këtu. Por ishte Policia e Kosovës e cila po e siguron sot Trëndafilovën këtu, po e përcjell vizitën e saj. Po megjithatë, po përcjell edhe mbarvajtjen e atij reagimit të OVL-s. Kjo është talje, Jehona, kjo është talje që i bëhet sepse e kanë pushtet, e kanë pëlqimin e pushtetit, të presidentes dhe të Albin Kurtit, se mos tishin këta në qeveri të thuhet. Qa lidhe ko presidentja me Trëndafilovën, që e kjo aput ka të falë që për të them kështo. Qa ka qëfa lidhe ku s'pe kuptej? A jam të i folë me ty, Po, zonja Uka, jeni të folë edhe me Fatonin, sepse është pjesë e tavolinës to, në diskutimet. Në përpëm që nuk ka lidhe presidentja e ka. Atëri Johona, nëse mundem, se edhe nuk po dëgjaj mirë, në tallja që i bëhet në vendimin e marrur prej gjykatës për mos me i liru këta të mbrohen në liri, policisë është e pa kuptueshme në qoftë se ti nuk e ke edhe dyqysh një farloj miratimi ose pëlqimi të heshtun prej qeverisë. Pse qeveria nuk ka reagu? Pse qeveria nuk ka reagu në klasifikimin e policisë tonë? Sepse policia jonë është ma e mira në rajon. I mbush kriteret bukur ma lartë se sa në rajon. Dhe tashti, këta me donë me thonë se nuk është e aftë policia jonë, ajo është me tollë me shtyllën kryesore të sigurisë të shtetit. Dhe tash, unë kam pyetjen, në qoftë se policinë e kemi ashtu si që Albini ka proklamu gjatë kohës së Banskës, pse atër nuk ka pas një reagim prej qeverisë, ose presidentes, sepse aty është formale, shihet në vendimin e gjykatës. Në qoftë se këta pajtojnë një farë mënyre, edhe këta pajtojnë me vendimet e tyre, jo ndoshta me se si cilësohet policia jonë, por pajtojnë me vendimet e tyre. Sepse si kur tisha unë shambull në qeveri, do të reagoja. Natyrisht që do të reagoja. Tjetra çka është më rëndësi edhe me kuptu. Në këtë video që ta kam dërgu ty, Jehona, bëhet përmbledhja e 3 dëshmitarve dhe tregohet prej një hulumtuesi se intimidimi i dëshmitarve është aq i thellë dhe aq marramendës, sose e kalon përtej edhe krimin e organizuar. Se kështu na kanë portretizu këta neve, dhe ne duhet, unë mendoj ne, se unë s'kam pushtet, duhet akademia intelektuale tonë si Azdreni me ngrit zonin që flasin dhe e sensibilizojnë këtë temë. Mirë, në fakt, për ty Faton, reagimi dhe përgjigja që në fakt u kuftua për mes mbrojtjes e Jakub Krasniqit, se ishte një shkëmbim i letrave në mes tyre që doli në pa më pas cilësimi që gjykata speciale ja bën policisë Kosovës. As edhe një fjalë nga Gjelar Sfesja për këtë? Po jo, fillimisht duhet të thënë që për atë që ju e thatë, realisht nuk është e njëjta gjë sikur përcillet një njeri që konsiderohet i rrezikshëm, po them sikur një njeri i lirë, pra ndryshon edhe perceptimi edhe konditat e policisë etj. Gjithsesi,
drejtori policisë Kosovës ka dërguar disa herë letër thot sigurie kur është bërë kërkesa për lirimin e katërshës së madhe. Megjithatë, kjo është e vetmja gjykatë në botë e cila nuk i jep kërkujt llogari. Dhe kjo është në sensi për cilën ne duhet marrëmi. Si ka mundësi një gjykatë të ndërtohet deri në ato përmosa, sa mos jep askujt llogari për veprimet e veta. Dhe këtu ne duhet të fokusohemi, jo të merrem me gjëra periferike, të cilat nuk e ndihmojnë. Duket ty Faton kryetarja e dhomave specializuara të gjykatës kushtetuese, ti nuk mund gjykatës speciale ti s'mund të flasësh individualisht me dikë, ti do të flasësh me kreun e atij institucioni. Po sigurisht. Ty po të duket e egzageruar më pas reagimi, apo rëndësia që pja japin? Veç pak, Faton, veç pak, fal. Ta bëjmë pak parlamentare, Faton. Çka përfaqëson? Faton, që kjo Trendafilova a përfaqëson këtu gjykatën speciale? Apo ajo? Po. Cili është narracioni edhe baza gjykatës, ndërmarrje e përbashkët kriminale, kur të thash unë, kjo zoj e përfaqëson këtu siluetën e Miloševićit, nuk fola kot, Slobodani ka thonë nuk ka luft, kjo luft nuk ka faj i serbo, i shqiptarve, gjykata speciale të qëton, shqiptarët janë kriminal sa serb në atë luft, pra ta bën relative kush o viktima, kush o agresori, edhe po më thu, kjo zojnë nuk ka pesha, mos more. Fakti shërë dhe që shumë menagjohet krej vizita asaj më doke që ka shumë peshtë madhe. More e përfatëson një monstrum juridik. Pikërisht. Do me ta bërë relativ kusha kriminali, kusha viktima. Sepse më falë, te ke fundit Faton nëse ne themi ajo s'është e madhe dhe s'merremi me to, po ja hapim rrugën që ta vazhdoj detyrën e saj që e ka deri në fund. Absolut. Si prezenca e saj, po e përsëris për disa të njerëz, e përfaqëson këtu imazhin e Slobodan Miloševićit, është ofendim për ne. Na e fyn luftën, na e fyn kujtimin e për viktimat. Pikë bre. Faton se ishte duke për sqarimin. Po, unë po them që sa i përket heqjes së zotrit Sveçla më duket që e patja unë, për mos gatishmërinë që ose heqjen e tij përballë kërkesave, si me thonë që për të ofruar kushte më të mirë për katërshën e madhe. Është e vërtet kjo qëndron mirë, po edhe sikur jo zotri Sveçla, po kush do tjetër të ishte këtë pozicion, të ishte ndonjë i PDK-s apo kush do të qoftë, po themi pa emër, gjykata nuk do t'i përfillte këto kërkesa, absolutisht, sepse ne e dim që zotri tha që ta zëm kur u liru për rastin e babait tij, imagjino vetëm kur mjekt ka dërguar letra që jeta e tij ka vetëm 24 orë të fundit, jetës vetëm atëherë është liru. Para mendoni çfarë gjykate është kjo. Prandaj unë po them që nuk ka të bëjë me emrat përveçëm. Gjykata kjo më them. Ka, Faton, ka. Ka dhe shumë. Nëse gjykata speciale nuk i përfill, a ke pati përpjekje qeverisë Kurti me bë diçka? Ka mundësi si përfill. A ke pa ndaj përpjekje? Asnjë, 0. Edhe tash po do me amnestua. Qysh? Çfarë përpjekje mund të bëjë? Po pajtona me ty, që në rastin më të mirë, gjykata nuk i përfill. Cila është përpjekja atyne? Ma ka vëzoni njerë ka folë Albelen Agjiu para ti Glaukon Jufca. Kur të do të marrim një rezolut me mbikëqyrë. 0 iniciativë, këto jo llafe koti, pra këta janë të pa interesum, por ma tepër, i kësallon denimit të Po mbase Fatoni, dhe ndonjë iniciativë, Faton, as mu nuk për më kujtojë fatë këtë. Ka vëzon një zyrtare që ona dalë kur mor media së faraqit na. Ta është e që studio. Që ka unë thjesht pyetjen e par iniciative do të mund të... Por që kjo po e zhvesh tendencën e brendshme që e kena ja po të ndihmoj pak në fakt, Faton, ka qenë Ajt Hasani, deputeti i PDK-s, i cili dje ka bërë një reagim lidhur me një mundësi dhe një plan që dikur kishte folur me Kurtin, por i mundësi që ai të shkonte dhe të shite në Hag, veçanërisht Hashim Thaçin. Thot Kurti më tha, do të shkoj ta shoh Hashim Thaçin në Hag. Thaçi ka pranuar që ta ketë pra, ta vizitoj Kurti, por në fakt Kurti kishte gënjur, nuk ka shkuar. Te ka thonë vetë Hasani. Ky është një diskursi që e ka kontaminu ambientin publik dhe me cilin realisht nuk arrin si me thonë t'i shuajnë divergjencat e tyre edhe në rrosë. Si komenton faktin që nuk ka shku. Le diskursin, jo, Faton, le diskursin. E ka kry komplet mandatin. Më falë, prof, e ka kry komplet mandatin kryeministri i Kosovës pa e vizitu asë një katërshën e madhe. Leje diskursin. Tregoma si e komenton këtë pjesë. Po nuk ka koment kronik, nuk është një veprim i mirë, realisht do duhet... Oke, Elena?
Pra, si pas Nait Hasanit, të Kurti më ka mashtru mua drejt për drejt në takimin që kishta me të. Kam qenë në vizit në Hag, kam kërku nga presidenti Thaçi që ta pres në takim kryeministrin e Kosovës, i cili është pajtu për hir të shtetit. Pra, si kryeministër Thaçi ka dashur ta pres Kurtin. Dhe i kam thënë Kurtit, i kryeministri i Kosovës, takon ta shoh Thaçi si vlerë e luftës dhe UÇK-s. Hasani thosë se është gënjur nga Kurti. Pra, Kurti, siç e dim publikisht, kishte dhënë një deklarim se ka shumë letra për të plotësuar. Po, është e vërtet kjo e huna. Me Elenën jam për... Paton, isha të Elena vëtë pak. Ka thënë e huna, edhe pse po i mbon qipa atezi, ka thonë që do të shumë letra me i nënshkru që për me mësme i bo. Po. Elena? Në fakt për mua shumë pak kjo qënë pesha shkon Kurti as nuk shkon, pa ai person që është kryeministër ose president që ullet në karrig, duhet të kujdeset për mbrojtjen e tyne. Këta ja kanë zvogëlu fondet për mbrojtje, pikës pare, e kanë kufizu mjetet për mbrojtje. Zonja Elena, edhe na këtu në studio nuk e lidhëm me emër të përveshëm, e lidhëm me pozitën e kryeministrit Kosovës, një kryeministër që e kryen mandatin pa e bo asnjë përpjekje për t'i takuar. Ne është dasht me ba çdo gjë për me u antarësu në Këshillin e Evropës, si pike parë. Si pike dytë, është dasht me angazhu firma lobimi, jo si ato gërvalla që i ka angazhu që erdhen me hongër sushi në Prishtinë, për me taku kënë. Janë shku miliona mjetë prej taksapaguzëve të Kosovës. Do me thonë, ose Gania Kupi që i ka morë 100.000 euro, sa i morë për një vetë. Çka ka bëjë, cili është rezultati i tina? Kosova ka mjetë mjaftueshëm që si shteti me reagu dhe me organizu firmat ndryshme të lobimit, të hetuesis, të avokatis, që janë innocent project, që i mbikëqyrin të drejtat e njeriut dhe apo ecë ky proces mirë, apo ecë në rregull. Vetëm edhe pak minuta kemi të hapur sondazhin, pra nëse është momenti duhur që Trëndafilova të vinë Kosovë, po se jo natyrisht janë alternativat për të dhënë përgjigjen tuaj, vetëm edhe pak minuta kemi hapur sepse jemi drejt fundit. Do të presim Azra natyrisht një konferencë tjetër, një temë tjetër të Trëndafilovës për ta mbajtur konferencën apo definitivisht ka hequr dorë? Jo, historia e kësaj Trëndafilovës është histori e tërheqjeve. 2 herë ka paralajmëruar paraprakisht edhe vizita tjera kur e paralajmëroi Kosovë protesta kjo s'ka ardhur fare, që i vjen kjo kur e mat pulsin edhe e sheh që masa është kundër saj, elektrizohet masa kundër kësaj, kjo dimu të reka edhe me shkuar ka. Pse erdhi? Se atëherë do ta kishte të qartë mas rastit e Thaçit, në gjykimin tem, kjo analiza jemi, jo? Mas rastit e Thaçit, ku ju di që edhe i ati, edhe e pam trajtimin që avoni special janë një të burgosnit aty që e manë e padrejtësisht për ma tepër, këtu edhe ma shumë o kryuar një irritim i njerëzve ka shi asaj gjykate. Trëndafilova është në funksion kësaj me rehabilitue atë prishje imazhi që e pësoj specialja pasi u sol mënyrë malicioze ndaj Hashim Thaçit. Pa që kjo qëllimi. E kam një pyetje konkrete për të tre jo. Po japim zonjë Suka në basë kohën, me që kemi edhe zonjën e vetë me këto. Çfarë ka t'ju thot gazetarëve Trëndafilova që nuk bën t'a di populli i Kosovës? Eksakt. Çfarë kam i thonë nëse nuk është vetëm me përqu narracionin e saj mrena një kornize mirë të diktuar në kushtet tyre dhe mos mu bë as një pyetje e paparashikueshme dhe që mos raportohet ndonjë shembull mos raportohet për ato që ka thonën ka dëshmu se sa lop janë vjedh, apo një tjetri s'du më maput doren, apo tjera se në gjona pa lidhje që janë pagu miliona, na mi dëgju dhe klasifikohen si krime lufte. Dhe kjo është, unë mendoj kjo është tallje me shtetin ton, është tallje me trashëgimin ton, është tallje me UÇK-n, me vlerat e UÇK-s. Mendoj që shumë fal mediave tona, njerëzit kanë ndru mendim. Falmi gazetarëve tonë që gjykata speciale kur kanë shku gazetarët tonë në konferencën e mram që e kanë pasën, prokuroria, ata privatisht gazetarët me kanë thënë që prokurorët e kanë bje vetën bukur të sikretuar. Elen, unë menoj që një pjesë dëshmitarëve ne kemi pa në Hagë, në paraqitje publike, një pjesën dëshmitarë të mbyllur, në mbrojtën që nuk i kemi pa asë në media, asë s'ka pas seansë për media. Unë e menoj që Trëndafilova sot është në funksion këti qëllimi. Ka ardhë, m'ju kallëzue që fajësia e këtine burrave është e provume, për nga dëshmitarë që ju si njini. Pra, një përgatitje terrenit
për me tregue që këta djemë dënimi është gati. Pra këta provojnë... Pra, Trëndafilova po të regon se... Për medjave, që dëshmitarë që janë të mbrojtur, edhe janë anonim, ata janë prova kryesore edhe e pa të tërsushme që këta burra ka më krime lufte. Pra kjo pregaditje me shtruhe infrastrukturën për më bëhë gati na me pranua dënimin e krerëve. Kjo ka qenë arsyeja pse gazetarët duhet të takoshin dhe jo populli i Kosovës. Po ti Faton, cili është mendimi yt? Realisht unë mendoj pak më ndryshe, Kroni, mendoj që çka do që thuhet, unë mendoj që fillimisht është dashur me leju me mbajt konferencën dhe me ja bërë gjithë këto pyetje asaj, e spari, s'dyti çfarë do që Sokon e hapon. S'dyti si do që ta mbaj konferencën aty do dalin në pa, dhe lejtmotivi i gjithë këtij narracioni që unë e bëra sot, këto ka të bëj, apo i ndihmojmë ne katërshës madhe duke rënë Trëndafilovës, unë mendoj që nuk i dëmtojmë të pakton. Nëse nuk i ndihmojmë kur gjon, nuk i dëmtojmë. T'ja prishim imazhin kësaj monstrumi juridik që e ka në Kosovë përmes kësaj zonje. Kjo monster këtu, nuk bën më ardh hiç. Dëgjoj Azdren, këta gjykata po them, ta speciale, këta mbaje mend çapo të them se po flasim kështu siç unë e mendoj edhe në bazë të këtij procesi që kanë përcjell, qëllimi i tyre është me i dënu. Nuk t'ju intereson atyre a flet Fatun, a flet Azdreni, a ngritën protestë. Na po e shprehim indinjaton ton, a kemi drejt? A kemi drejt? Ja, sekondë ta mbylli. Nëse aty nësë intereson, si vjen mos me fol unë. Ko me fol ton jetën. Ko me përdor çdo mekanizëm. Sa do që kam fuqi. Është gjykatë sui generis që nuk jep përgjegjësi askujt. Kjo është. Dhe ne gjithatë çfarë mund të bëjmë si shoqëri, do duhet që të ishte u marr me raste konkrete me cilën ata po mundon të akuzohen. Me ato rastet konkrete është edhe ky diskurs. A be kupton kryetarja e dhomave të specializume. Mbrapa kësaj është simbolika e padrejtësisë ndaj neve. Ky po mos u merr me to. Kjo absurd më re. A dhoni këto nuk rregull. Nëse merrem me simbolikën, atë rregull. O Faton, nuk ka të bëjë me simbolikën. Ky po thot pozicioni i saj është shumë i rëndësishëm. Jo e përfaqëson një monstrum juridik, Faton. Ka ardhur në Kosovë, na ka thënë që është monstrum, po drejtësi. Nuk është ambasadore e paqes, a e kupton? Nuk është Mirë, Elena ka kërku fjallën dhe ta kemi sondazhin vetë pas pak. Kjo është një fitore e jashtëzakonshme, mendoj unë, e vogël, po është e jashtëzakonshme që gazetarët kanë refuzuar të jenë ambasadorët e saj me përçu narracionin e saj nëpër publik atje dhe me ndiku tek bindja ose përshtypja e popullit. Mendoj që konferenca s'ka qenë demokratike, ka qenë e kushzuar dhe automatikisht atë gazetarët nuk kanë qenë të lirë t'i bëjnë ato pyetjet siç parashihet një konferencë demokratike. E qartë, prof? Po, shkona me Elenën, do më thonë, sot mirë protesta, këtë është për mu është këtë qëllume, mundësisht sa ma shumë, mja pa mundësue çdo lëvizje fizike, s'po thonë me dëmtu e zonën fjallë, sepse nuk jem kundër asaj, po sa do që i pa mundësohet që fizikisht me operue në Kosovë, kjo i shkon për net pak në fitore një imash, edhe në ato që përfaqësojmë. Na du me kaltu dignitet, pavarësisht që jonë të pa drejt, pavarësisht që nuk na dëgjojnë, jonë për fillë në zajneve, na këtu li me po punën tonë. Puna jonë këtu mi thonë këthaj, jo, si e mirë sa ardhën, ditën e mirë. Le ta shohim bashkë rezultatin e sondazhit që e kishim të hapur deri tani për njerëzit që na ka parë, sidomos në YouTube. Vizita e Trëndafilovës në këtë moment e duhur 26%, jo e duhur 74% të shikuesve që na kanë ndjekur në YouTube. Ka sa i përket këtij diskutimi, natyrisht do të shohim, do ta përcjellim këtë zhvillim nëse do të ketë një tentativë tjetër të Trëndafilovës për të mbajtur një konferencë me gazetarët apo thjesht gjithçka ka marrë fund në këtë moment për shkak të reagimit të OVL-UÇK-s, natyrisht do t'ju përcjellim më të rreth. Besoj që ka mos, tërhiqet kjo, to e njoftë. Tërhiqet. Mirë, atëre, Elena, faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit. Kënaqësi të të kishim, gjithashtu dhe për Fatonin, faleminderit shumë Faton. Faleminderit jona, faleminderit Kroni. Okej, Azdren, derisa ta kemi edhe gazetaren e cila në fakt nuk arriti ta dëgjojë nga afër këtë konferencë për faktin se e njëjta u anulua, le ta mbajmë edhe pak për shikuesit, do të pret një reagim të politikës për këtë, pavarësisht që shpirtërisht nuk e pret, por teknikisht do të ndodhi gjë e tillë dikush nga politika. Ekipalem për qeveritarën detyrë që kemi, në asnjë mënyrë hiç, madje e injorojnë komplet. Është një skandal. Jo një skandal.
qëndrimi tyne nga fillimi dhe në fund është skandalos, nuk ove të sot. Pra, kjo qeveri është e pa interesume, e në fakt, për të kundët është interesume, mundësish mu dënue. Sa erë ka këtu... Si ka mundësi të jetë në të kundërtën e interesume, kur po prishet komplet lufta, u që kështë? Po, Albin Kurti e ka qatë qëllim, me bon relative një luft... Suksesi ti politik se ideali unë këptar? Jo, për Albin Kurtin, kur gjo nuk vlejnë krasime tonë. Pra ndaj, nësa e luft dam Kosovë, me kësi forma, ati i zënë punë narracioni. Aje kumë thonë që janë kriminella. A ki qartë. Ati i zënë narracioni vend, edhe në fund, e nisë një përpjekje të re, mu bo këj figure historisë. Pra, narracioni koni shumë i thjeshti ti, për mes aktakuzave gjë për krime ekonomike, e ka zhvesh ushtarin u që kesë në rang krimineli. A kini qartë. Pra, Albin Kurti të intereson kjo punë e këtu s'kom pik dileme. Aj do është roket, nëse këta bura dënohen. Nëse u që këja del keq, aj që to e ka pik synim jetësovës. Shka me Kosovën nëse u që këja del keq? Albin Kurti se ka qëllim jetësor Kosovën. Aj ka qëllim jetësor mi bo keq Kosovës. E këta kemi pa për 4 vjetë. Po keq Kosovës, kryeministri... E ka dhonë Serbisë autonomin, nuk o tema sot. E ka lënë Kosovën në shirë të fatit, inflacioni shkon në qiell, në çdo formë, në çdo vend ku ka prek e ka bërë bërllok, edhe më thoni që ky kryeministri ka shqetësim vendin ai, jo, ky ka qëllim vetëm tukët vend. Këti ka penguar për fillimit, Kosova e pavarur. Kini deklarime publike. Ndërkohë ka qenë zëdhënësja e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, Angela Grip, e cila tha në fakt para gazetarëve se konferenca e kryetarës së gjykatës speciale Katerina Trëndafilova është anuluar në interes të sigurisë publike. Mund të konfirmoj se ngjarja e sotme është anuluar në interes të sigurisë publike dhe bazuar në këshillat nga policia e Kosovës. Kjo është e gjitha që mund të them tani për tani, do të shohim më vonë detaje shtesë. Nuk ka ndonjë gjë tjetër që mund të them për të çështje, tha më vonë para gazetarëve zëdhënësja e dhomave të specializuara. Në interes të sigurisë publike? Pra po bin fjalët e tua. Unë menoj, unë sash ala pa konfirmimi që kjo nuk e man. Kjo është interes saj, sepse ka frikë edhe nga siguria mbase e vjetër, si gjashmu një rezikume, nuk jemi na si popull, si shoqëni që rezikojnë fizikisht, për ajo, përveç kësaj, sigurin publike ka shqetësimin e fundit, para kësaj e ka imazhin e vetë. Çështja është, çfarë informacione do t'jep të kjo në konferencë, të cilat do ta dëmtonin sigurin publike? Në konferencë të hapur nuk jep informacione kjo. Po edhe në konferencë të gazetarëve. E pregadit. Dhe e lidh kjo me informacionet sigurin publike, apo e lidh me protestën? Aty nuk duk se ka diçka rrezikshme. Unë menoj që kjo informacioni që e jep ka me qenë qeshja që këta burra do më dënue, demek neve... Po këtë sigurin publike e lidh me protestën, që protesta e ka pa mundësu, apo informacionet të cilat do të rrëdhë? Alivin e ka të protesta, por alisht është informacioni që për cjellë. Qartë, këtë dhe është ata qartësojmë. Mirë, në fakt, le të shohim nëse, sepse vizita ishte planifikuar të ishte 3 ditore, që i bie nesër do duhet të kthehe në vendin ku natyrisht të vepron Trëndafilova, nëse do të ketë një kthim prapa të shpejt, drejt vendit ku natyrisht vepron, do të shohim dhe do presim. Atëre, ne në fakt tu po e mbyllim këtë blok të parë për të vazhduar tutje me pak publicitet, dhe më pas do rikthehemi në blokun e dytë për të folur për diçka që kishte ndodhur në Kërçov të Maqedonisë. Kthehemi pas pak.